Protesta e 4 me radhë. Qytetarët sot protestuan përsëri para drejtorisë të ardhurave publike në Tetov për tatimet të cilat u kërkohen të paguhen gjatë kohës që ata kanë punuar jashtë vendit. Ata thonë se kjo është e jashtëligjshme. Qytetarët të cilët kanë punuar kryesisht në Irak dhe Afganistan theksojnë se nuk janë kundër tatimeve, por kundërshtojnë ngarkesën e padrejtë dhe retroaktive. Që nga protesta e kaluar, ne si Këshill Organizativ Qytetar kemi ndërmarrë hap konkret institucional. Kemi dërguar letër zyrtare tek të gjitha partitë politike. Jo për të kërkuar ndihmë politike, jo për përkrahje partijake, por për të kërkuar zgjedhje institucionale dhe ligjore dhe për t'i ftuar ata të bëjnë punën që u takon. E themi qartë edhe sot, ne nuk jemi parti politike. Nuk jemi përkrahës të asnjë partie politike, ne jemi qytetarë të zakonshëm, të cilëve po u bëhet një padrejtësi. Sot, nga kjo protestë e 4, kërkesat tona janë të qarta dhe publike. Kërkojmë hapjen e një debati publik dhe parlamentar, sepse një çështje që prek mira qytetar nuk mund të zgjidhet me vendime administrative të mbyllura. Protestuesit kërkojnë që të anulohen të gjitha vendimet e marra me efekt retroaktiv. Besir Abdullahi thotë se protestat janë apolitike dhe se kanë për qëllim mbrojtjen e qytetarëve, megjithatë u bën thirrje kryetarëve të partive që t'i mbështesin në këtë mision. Kërkojmë takim urgjent me drejtoreshën e drejtorisë të ardhurave publike për sqarim të plotë të praktikës së vendimeve me efekt retroaktiv për interpretimin e rezidencës tatimore dhe rregullit të 183 ditëve. Dhe sot edhe një herë nga këta njerëz të prekur dhe ky vend bëjmë thirrje të hapur për të gjithë liderët politik që ende nuk i janë përgjigjur ftesës sonë. Ejani, uluni me qytetarët, dëgjojeni problemin dhe le ta zgjidhim këtë çështje bashkë në mënyrë institucionale dhe të drejtë. Qytetarët paralajmëruan se do të vazhdojnë me protestën derisa të dëgjohet zëri i tyre. Ne nuk do të dorëzohemi, ne do të vazhdojmë me protestat tona në mënyrë pasore dhe në mënyrë më sensibilizuese që t'i kërkojmë drejtat tona. Ne nuk jemi të gatshëm të paguajmë gabimet institucionale. Ne do të vazhdojmë deri në fund me protestat me mundësitë që i kemi që na ofron vetë, domethënë ligji. Më 13 dhjetor të vitit 2025, qytetarët u befasuan nga vendimi i drejtorisë të ardhurave publike për mbledhjen e taksës mbi të ardhurat e padeklaruara nga jashtë shtetit. Disa prej tyre thanë se nuk janë të informuar mjaftueshëm për detyrimin e deklarimit të rregullt të këtyre të ardhurave, ndërsa të tjerët kishin theksuar se njoftimet nga drejtoria e të ardhurave publike u kishin ardhur me vonesë për të ardhurat të realizuara vite më parë.